ke kogja interesante, pat kogja ftyra publike, po thëmë kështu që i ka ftu lëndrimin në këtë event, se ka qenë privat, edhe është dashtë veç me ftesa, për ndryshe njerëz të tjerë s'kan pas qasje që me kanë pjesë e këtij eventi. Po kogja ish banor të Big Brotherit, edhe që kanë qenë me lëndrimin në atë edicion, po edhe të Bigut të viteve të kaluam. Ke Gjeneta, e pa me Dolçën, kogja interesante, kështu kjo dyshja që erdhën bashkë në këtë event. Dolçë dhe Gjeneta së bashku? Po. Ato në gogja shoqë, në fakt, në rritit të dy në sociale postojnë gogja shumë bashkë. Okej, si pas na po. Ato dyja në gogja të afërta. Ke Loredana Bratit që mboni për shtypje. Loredana erdhë pak me vonesë, kur gati përfundoj krejt eventi, po që e nëzani after party ma vontani. Po lonë me siguri rruga. Sigur dhe ju bo gati se i kishtë donë këgja rëndësi dukjes. Po duke gjithmonë bukur për ndryshe Loredana, është një prej vajzave më të bukura të showbizit që mu më pëlqen që është duket edhe mënyra e saj, se sa simpatike dhe funny. Ashtë me bani intervista të lutna, ta vesh intervist ma vloje. Ta boni aroje. Aroje. Për ndryshe ke edhe Benita pjesë e këti eventi, edhe Benita si Benit që e merë vëmendjen gjithkon ku do që shkon, din mi thy edhe me dal jashtë aty në regullave ose kodeve që i vendosin. Nuk më pëlqej në fakt që ka thy regullën, sepse ka qenë regull e aktivitetit me vesh krejt të zi. Përnejme të zeza, me robat të zeza. Edhe në ftesën që ka dërgu lëndrimi, aty ka shkru që kodi vesh është me të zeza. Unë nuk e di nëse Benita e ka bu me qëllim, ndështë edhe nuk e ka po, ndështë ka qenë qëllimi saj, po të qyshën e mendoj që vëmendjen kryesore i gjash me pas lëndrimi këtë natë. As një veshje tjetër, as një personazh tjetër përveç lëndrimit. Lëndrimi është vesh interesant. E lëndrimit? Veç ai pa diçka të kuqe, e ka pas një bluzë le të themi të kuqe, ama mu që kam ka bu për shtypje me qatë sa unë po fotografinë, ndihmona pak më shumë, ka qenë shumë aktivitet për te vesh muzikës, e ka pas një ekspozit në fotografit veta si fëmi, ka pas një ekspozit masaneme ku e ka pas veshën që e ka pas në finalin e Big Brother kër e ka fitu. Për që ata u tëna në qëtë aspekt artistik, se shumë interesant po mu ka dok në bas fotografive dhe videove që i kom pa dje. Për që ata arsye thash e në fillim, një event komplet ndryshe prej që sidomos na showbizit, na bjem shumë shpesh me kanë pjesë e këtyre eventeve dhe sidomos promovimeve të këtyre projekteve, po ke diçka shumë ndryshe, shumë interesant, 5 këngë, 5 klipet në monitorat të ndryshëm që ke mujt me shku mi ndëgju këngët për mes kufjeve që i kam pas monitorat. Interesant. I tregojshin kështu ato klipet dhe covzat e gjirimeve të ketë këti IPM. Pra gjitha këngët edhe me klip? Po. E ta që do ishëm dalë pak, mas pari, një prej kongëve që mundi jasakon e shumë vëmendin, ke konga me Dolçën, sepse pat skena gogja provokuese, puthje për zhafime gogja sensuale, gogja intime mes lëndrimit dhe mes Dolçës, edhe këtu për mu, mur kuptim, përgjigja e lëndrimit kur është pyet pse nuk e ke ftuar Elionën në videoklip, sepse ky përgjigjen e thot nuk ka qenë skena për Elionën. Dhe dorën e zamër Dolçën e kemi pa në skena të tilla edhe brenda shtëpisë, nuk është format që i kesh përshtat Elionës. Pra mendoj që lëndrimi ka qenë shumë i sinqert në këtë aspekt. Po a ishte Eliona dhe Klodi në këtë event? Nuk kanë qenë në event. As Eliona, as Klodi. Unë e kum pas rastin me intervistu edhe lëndrimin, edhe pyetja e fundit që po besoj që krejt kanë dashtë me kuptu pse s'është Eliona dhe Klodi në event. Tha unë e ftesa ta javë kënë tërgu, tha po pres në ashtë vinë, edhe nuk erdhen. Do thot ftesat jë ndërgu nga... Ftesat jë ndërgu, po që ka qenë sigur të zgjedhja edhe e qiftit që mos me qenë pjesë e këti eventit, sidomos të kësaj albumi EP të lëndrimit. Por kongët... Ka ndalu ata mos me qena? Me gjasin hala në pushime. Me gjas, po unë e kom thonë që këj raportit e në prishme as tyna, jo është... Ato vidje dhe ato nuk kanë qenë pushime, kanë qenë një event që i ka ftu me qenë pjesë, edhe eventi ka përfundu qysh ditën e djelë, kështu që kanë pas ko, që se kanë dash, kanë pas ko që me ardhe dhe ju bashku qësaj qëti eventit, sidomos për një person si lëndrimi që dorën zamër, ju ka dhonë një shtys ko gjatë madhe mrena shpis të Big Brotherit. Edhe sa do keq me kanë njëni me tjetrin, të paktën në një moment të rëndësishëm të karierës ti që është kë EP me 5 projekte, ishdash me kanë. Qose përsye faqe i kanë folë të tajna, kanë mujtë me bo përsye faqe edhe me arë në promovimin e kësaj EP të lëndrimit.
Por u fanë edhe disa qiftet të tjera. Për herë të parë, publikisht, Aurora dhe Kushtrimi zyrtarizuan tamam lidhjen e tyre edhe me paraqitje publike.